jemi këtu për me mbrojt luftën e shenjtë të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derën për liri dhe për me mbrojt derën e shqirimtarëve tanë, ku që këja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri shqirimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varët e dëshmuarve të kombit, e ka dëshmuar bota mbar pa në sytë e vetë krimet sërbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata dhe padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhedatin, po duan me e njëllos luftën tonë të shenjtë, të pasur për njeri, por ne nuk do ta pranojmë, nuk do ta lejojmë me u përllos emrin i komandantëve tanë, nuk do të heqim kur për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën, kjo është protest Hashim, protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë lehtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para. Po i themi botës, Kosova ka luftuar për njeri dhe shlirim. Nuk ishim kriminal, por bjetë tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhe. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta.